Përshëndetje miq të Partizani Channel, drejt për drejt nga Arena Dema. Unë Pap Kodra sot do i përcjell dhe emocionet e takimit të fundit tu në Partizani Channel pas sfidës së 17 vjeçarëve me një ndeshje vërtet emocionuese me përmbysje të mëdha. Tashmë jemi me skuadrën e 18 vjeçarëve të Aldo Duros. Nis takimi pra me to parë nga këmbët e lojtarëve ton. Hyka, provon Hyka. Ka pranë Hoqen, shikoni, kraun e djathtë, pasimi për Djarin, mundësia dhe goditja shkon në rjetë. Braja Djari, zhbllokot sfida minuta e 3 dhe ka shënuar Partizani 1-0 nga asistimi i Hoqës, një kryevepër, një pasim, një krosim i lehtë, ledhatues pas syt, mund ta quajmë pa e shikuar fare. Pra Osman Myrta, Ergit Hyka, Klaus Qefalia, dhe po le të shikojmë të moment Hyka niset drejt zonës, gjithmonë Hyka provon lëvizjen, mundësia për provuar goditje dhe vjen Luciano Myrto, shkon jashtë. Tashmë këmbgul Hoxha, Hyka, goditja 2-0. Ergit Hyka, këmbgulje, agresivitet, dëshirë dhe vjen goli. Kjo është mënyra më e bukur për ta nisur një ndeshje, pra, me një dëshirë të madhe për të shënuar, për të treguar forcën pra e kësaj skuadre. 2-0. Nuk ka dot Luciano Myrto, gjithsesi e ka Sallaku, gjithmonë Sallaku e kodet mirë në vështirësi. Hyka! 3-0. Spektakël në Arena e Demave. Partizani shënon dhe golin e 3 në minutën 14. Shumë shpejt se kjo skuadër e ka detyruar Skënderbeun të dorëzohet brenda 13 minutash drejt Hykës që shkëputet dhe i drejtohet zonës, shikon lart një krosim i plot i mirë dhe pa besueshme. Çfarë bën në këtë çast të Shindo, i mohon golin e 4 Partizanit. Mundësi tjetër për Partizanin, Hoxha, Sallaku godete 4-0. Flavio Sallaku, por edhe një herë le të themi ai që dirigjon këto aksione është Risel Hoxha. Myrto, Hoxha, Hyka, tjetër mundësi, Krezio e godet dhe 5-0. Buzëqeshje e kuqe në këtë çaste. 5-0, sërish Krezio vazhdon të lërë gjurmë të shënoj gola, edhe pse një mbrojtës krau shënon golin e 3 personal. Edhe Partizani Hyka, asist për Zekaj. 6-0. Shënon Partizani minuta e 50 dhe nisi me gol në këto 5 minuta parë të pjesë dytë. E nisi me gol Vlashi. Në vështirësi Hoxha, porta është e përshtatisur. Hoxha, goditja e pabesueshme. Në kokë e largon lojtarit Skënderbeut, duke siguruar 2 fitore të miheshme. Topi drejt Hykës, si gjithmonë Hyka vërshon drejt zonës. Hyka, asistimi për Zekaj. Shëron sërish Rej Zekaj. 7-0, por në të njëjtën mënyrë altruizmi dhe kënaqësia e dhëruar nga Ergit Hyka. 15 vjeçarët 2-4 ndaj KF Shkodrës. Qefalia ndërhyn. Kjo është goditja e parë e skuadrës korçare drejt portës së Partizanit. Harmonin ta mbajmë fort si në këtë çast, u kemi mundësinë e kësaj parable, ndërkohë që përfiton aty Ergit Hyka 8-0. Por pa besueshme, kërkoi të bënte diçka shumë të lehtë Hoxha, ndërkohë që golin shënon Hyka. Goslari e arrin, e godet me forcë jashtë kuadratit. E shoqëron, por nuk ka më kohë tashmë. Mbyllë këtu sfida e javës 5 mes Partizanit Skënderbeut, fitoria 6 radhazi.